Në takimin me përfaqësues të Klerit dhe medias, Edi Rama foli 5 herë më gjatë nga koha që ju desh Martin Schulz të paraqiste para Parlamentit Evropian masat kundër terrorizmit që duhet të marrë kontinenti i vjetër. Një ditë pas kthimit nga Parisi, kryeministri shqiptar foli shumë herë më tepër se presidenti francez Hollande gjatë ditëve të sulmeve terroriste. Shqipëria është e dobët dhe mjaft e cënueshme nga rreziku i fundamentalizmit islamik. Siç është fatkeqësisht e cënueshme edhe nga mundësia e ngritjes një vale islamofobe, do me thënë kundër muslimanëve, edhe në efektin e ekstremizmit të djathtë evropian. Sa herë del në media, Edi Rama nuk shpëton dot tundimit për të dhënë leksione. Profeti sotëm i gjithë botës islame, triumfatori që me një lëvizje të gishtit mund të urdhëronte dhe realizonte shfarosjen e tyre nga faqja e dheut, kur fitoi dhe hyri në Mekë, u fut në Mekë me kokën ulur. Shpalli faljen e madhe për çdo që nuk do të dilte më në rrugë për të vazhduar luftën dhe nuk preku asnjë fije floku. Kryeministri kritikoi reagimet që ka hasur në mediat sociale që justifikonin sulmin ndaj revistës satirike Charlie Hebdo me karikaturat mbi profetin Muhammed. Kam ndjekur me trishtim disa reagime, fatmirësisht të pakta, po pse të pakta as pak jo shqetësuese, shqiptarësh në rrjetet sociale, cilët në mënyrë më të pakuptueshme e justifikojnë kasapanën e Parisit me faktin se Charlie Hebdo është tallur me profetin Muhammed. Ky opinion kaq i trishtueshëm dhe pa lidhje me risitë e botës ku jetojmë, pa lidhje me vlerat dhe parimet e shoqërisë që kemi zgjedhur të ndërtojmë, pa lidhje kurfare me jetën dhe me porositë e profetit Muhammed, meriton një analizë dhe një reflektim shumë serioz. Është një opinion që sado në minorancë qoftë sot nuk duhet nënvlerësuar në asnjë mënyrë. Dy fjali ka dhe për ata që i prishin fushatën e marketingut ndërkombëtar, bazuar mbi harmoninë fetare. Se atë që ne jemi mësuar ta quajmë harmoni fetare, që Papa Francesku e quajti vëllazëri fetare, disa këto ditë e kanë quajtur me një farë shpotije indiferencë fetare. S'dua të bëj debat me ta, po dhe nëse do ta pranoja për një moment për kufizimin e tyre, do ta quaja megjithatë fatlum, një vend ku jo besimtarët janë indiferent ndaj fesë. Me këtë dua të them që në shoqërinë që kemi zgjedhur, indiferenca është një zgjedhje e lirë, që nuk cënon lirinë apo drejtat e askujt. Ndërsa njoftoi se qeveria do të mbështesë forumin rajonal të bashkëpunimit ndërfetar, vëmendjen e përqendroi përsëri te vetja, duke hapur dyert e kryeministrisë për këtë dëshiron ta kundërshtojë. Hapjen e kësaj godine për të mbështetur angazhimin qytetar dhe intelektual, duke e vënë në dispozicion katrin e parë të godinës për ata të cilët dëshirojnë të përdorin pikërisht godinën kryesore të qeverisë për të shprehur opinionet e tyre kundër qeverisë, apo për të imponuar hapjen e një dialogu me qeverinë për çështje dhe probleme të natyrave nga më të ndryshme. Ndërveprimi ishte ajo që kërkoi nga mediat dhe Kleri, përfaqësuesit e të cilëve kishte ftuar në bashkëbisedim. Nuk dihet nëse u dha njëri mundësinë të shpreshin, pasi regjia qendrore e kryeministrit fiku kamerat me të mbaruar Rama fjalën e tij.